Dje është përmbyllur afati 6 ditor për fillim të mandatit e anëtarëve të rinj të Komisionit Qendror Zgjedhor, afati i cili nuk është respektuar nga ish-presidentja e vendit Zonja Osmani, e cila nuk e ka ushtruar kompetencat e saj kushtetuese e ligjore përkundër vendimarrjes së shpejtë të kushtetutës lidhur me këtë situatë. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka sqaruar përfundimisht çdo paqartësi lidhur me këtë çështje, duke konfirmuar se përfaqësimi i Partisë Demokratike të Kosovës me 2 anëtarë në Komisionin Qendror Zgjedhor është një drejtë kushtetuese dhe asesi nuk është çështje e interpretimit politik. Se Partisë Demokratike të Kosovës i takon anëtari i dytë në Komisionin Qendror Zgjedhor, e kanë konfirmuar edhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat kanë qenë shumë të zëshme për të siguruar këtë të drejtë që na takon me ligj dhe me kushtetutë. Partia Demokratike e Kosovës me këtë rast kërkon nga ushtruesja e detyrës së presidentes, zonja Albulena Haxhiu, që ta kompletoj përbërjen e Komisionit Qendror Zgjedhor ashtu siç e parasheh Kushtetuta e Republikës Kosovës. Në të kundërtën, çdo veprim tjetër i zonjës Haxhiu në favor të partisë së saj, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje, do të përbënte shkelje kushtetuese. Pra kërkojmë nga ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Haxhiu që të jetë e paanshme në vendimarrje dhe ta kryejë detyrën e saj me integritet plot në respektim të kushtetutshmërisë dhe në respektim të ligjshmërisë.